Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë vështrim të thellë të një teksti vërtet magjepsës. Sot do të flasim për librin e Joelit. Mund të tingëlloj si një histori e lashtë, por ju premtoj, godet fiks në shenjë kur vjen puna te sfidat dhe rritja jon personale sot. Okej, le të zhytemi menjëherë në këtë udhtim të jashtëzakonshëm, nga një shkatrim total drejt një restaurimi absolut. Për të kapur thelbin e kësaj, dua të imagjinoni për një moment një shkatrim total dhe të frikshëm. Në kohën e profetit Joel, një murtaj masive karkalecash fshiu fjalë për fjalë çdo gjë. Nuk lan asgjë pas, vetëm rënoja. Por, e dini, ky imazh i lashtë është në fakt një metaforë perfekte. Është fiks ajo ndjesia kur prekim fundin në jetën tonë sot, kur ndihemi sikur gjithçka rreth nesh thjesht u shkërmoq. Dhe kjo na çon te një pyetje super e rëndësishme për të gjithë ne. Si duhet të përgjigjemi kur përballemi me një thirrje të tillë nga Zoti? Kur një krizë apo një moment i vështirë na detyron të shohim në sy gabimet dhe dështimet tona, si reagojmë? Është një pyetje thelbësore, sidomos kur po përpiqemi të rritemi dhe të gjejmë rrugën tonë. Gjyqi na sjell te tema jone e parë, karkalecat, pika e kthesës. Le të shohim si ndikon kjo te ne. Shikoni, ajo që është vërtet interesante këtu, është se si këta karkaleca historik janë në fakt ato momentet tona moderne të krizës. Ndoshta është një zgjedhje e gabuar morale, një miqësi që u prish papritur, apo rrënja e notave. Janë ato gjërat papritura që shkatrojnë rehatin ton. Por, a e dini çfarë? Ato nuk janë fundi botës. Ato janë ftesa, një piktese që kërkon me ngul një rritje personale. E gjitha kjo lidhet me konceptin e radhës, dita e Zotit, një zgjim. Dita e Zotit mund të tingëlloj pak e frikshme sepse përfaqëson gjykimin dhe drejtësinë e Perëndisë, por thelbi këtu është që tregon seriozitetin e mëkatit. Zoti nuk e injoron të keqen, ai e merr shumë seriozisht, dhe përmes këtyre momenteve të vështira, ai në fakt po na shkund. Është një thirrje për të zgjuar nga përtatësia jonë shpirtërore dhe për të parë realitetin në sy. Imagjinojeni këto fjalë si një sirenë alarmi. Bini Boris në Sion, shpallni agjërim dhe thirrni një kuvent solem. Është fjalë për fjalë një emergjencë lashtë që bie thellë brenda nesh edhe sot. Po na thot se koha për një zgjim të vërtet shpirtëror, personal dhe si grup është pikërisht tani. Por si duket ky zgjim në realitet kur merremi me jetën tonë të përditshme? Kjo na çon te tema tjetër, një ndryshim i vërtet i zemrës. Ka një diferencë masive, dhe theksoj masive, mes këtyre dy gjërave. Nga njëra anë, keni veprimet e jashtme, e dini të mbash atë imazhin e përsosur në rrjetet sociale, apo thjesht të bësh gjëra fetare sa për të dukur mirë para të tjerëve. Por nga ana tjetër, kemi pendimin e vërtet, dhe ky kërkon një zemër vërtet të thyer dhe një kthim total e të sinqert te Perëndia. Sipas Joelit, nëse duam rritje të vërtet, duhet të ndjekim këto hapa specifik. Një kthim i plot, një zemër e thyer për atë që kemi bërë dhe largim përfundimtar nga mëkati. E thon thjesht, nuk bëhet fjalë për një më false sa për të kaluar radhën. Transformimi duhet jetë një punë e thellë, e brendshme. Fatmirësisht, kjo histori nuk përfundon kurrë me shkatërim. Ktu vim te mëshira dhe rikthimi i plot. Dhe ky është lajmi absolutisht më fantastik. Zoti është pafundësisht i mëshirshëm. Ai bën një premtim të jashtëzakonshëm, të rikthej vitet e humbura që shkatruan karkalecat, të shëroj tokën dhe të sjellë sërish bollëk. Për ne sot, ky do të thotë se edhe nëse kemi bërë lëmsh gjithçka, mëshira e tij na jep mundësinë të ringrihemi dhe të kthehemi akoma më të fortë se më parë. Tani, e gjithë kjo na përgatit për kulmin e kësaj profecie të lashtë, fryma e shenjtë për të gjithë. Dëgjojeni pak të varg. Do të derdh frymën time mbi çdo mish. Është kaq ikonik. E dini pse? Sepse provon që fuqia e Zotit nuk ishte e kufizuar vetëm për ndonjë profet të lashtë, nuk është vetëm për njerëzit e përsosur, dhe definitivisht nuk është e rezervuar vetëm për të rriturit. Pra, e dëgjuat mirë, të rinjt nuk kanë pse të presin derisa të rriten për të pasur një ndikim të fuqishëm apo për të përjetuar praninë e Zotit. Fryma e shenjtë na jepet për të na fuqizuar pikërisht tani, sot, për të kapërcyer çdo krizë apo sfidë me të cilën përballemi. Dhe për ta mbyllur këtë vështrim tonin, dua t'ju lë me një sfidë reale. Koha për të vepruar është tani. Nuk ka asnjë arsye për ta shtyrë. Pra,
A jemi ne vërtet gati të lëmë mënjan krenarin ton dhe ta lejojmë Perëndin të marrë rrunojat e shkatrimit ton për t'i kthyer ato në një fillim krejtësisht të ri dhe të jashtëzakonshëm? Mendojeni pak këtë sot.